Pikalimi kufitar I qafbotës dhe regjimi I shërbimit të saj kthehen sërish në vëmendje dhe vendimarrjet e autoriteteve më të larta të Shqipërisë dhe Greqisë. Bazuar në nismën e deputetit Sarandiot Vasil Llajo, kërkesa për shërbim 24 orë në këtë pikë kufitare të rëndësishme për popullsinë dhe ekonominë e jugut shqiptar dhe veriut të Greqisë, I drejtohet kryeministrit Mitsotakis. Në prefekti I Sarandës, Kristaq Kiço thotë se kërkesa zyrtare mban nënshkrimin e kryetarit të grupit parlamentar socialist Aulan Balla e deputetëve të tjerë si dhe të kryebashkiakëve të 4 bashkive të jugut. Me iniciativën e deputetit Llajo është bërë një kërkesë ndaj kryeministrit të Greqisë që do t'i dorëzohet këto ditë. Është e firmosur nga kryetari I grupit parlamentar të Partisë Socialiste Aulan Balla dhe deputetë të tjerë dhe nga kryetarët e bashkive të jugut për të kërkuar normalizimin e situatës dhe hapjen e doganës për 24 orë. Vlen të theksohet se ne e kemi arritur një herë rreth viteve 20 që të hapim në mënyrë sezonale me një marrëveshje ndërmjet dy institucioneve tona, doganës shqiptare dhe greke, për hapjen nga prilli deri në tetor për 24 orë të kësaj dogane, po kuptohet që kjo nuk u realizua për shkak edhe të situatës së Covidit që është krijuar atëherë. Kiço thotë se është e rëndësishme dhe e dobishme për banorët dhe ekonominë në të dy anët e kufirit, si dhe për të krijuar lehtësira më të mëdha për zhvillime turistike. Kuptohet që pika kufitare e qafbotës është ndëruar tani në një pikë shumë të rëndësishme për kalimin e banorëve të zonës tonë, por edhe si një pikë e cila në të cilën kalon një numër shumë I madh turistësh, për shkak edhe të lidhjes së Sarandës me portin e Igumenicës. Nisma më e fundit që kërkon vendimarrjen e autoriteteve më të larta të shtetit grek I referohet praktikës së arritur 6 vite më parë, kur përmes vullnetit të politikës në nivel lokal e rajonal u vendos regjimi I shërbimit 24 orë në 24 në këtë pikë të kalimit kufitar. Ne kërkojmë për gjithë vjetor, përderisa dogana nga ana jonë është në funksion 24 orë, dhe kuptohet që kjo do jetë objekt diskutimi për shkak edhe të mundësive që ka pala greke për ta realizuar këtë, qoftë edhe për sezonale, siç e kemi miratuar edhe më përpara, siç e kemi arritur edhe më përpara, duke filluar nga prilli deri në tetor të paktën. Po qëllimi jonë është që të hapet 24 orë. Aktualisht, nga pala greke në qafbot ofrohet vetëm 13 orë shërbim në ditë ose në mënyrë më të reduktuar se më parë. Qëllimi I kërkesës më të fundit të parlamentarëve dhe kryebashkiakëve tanë, duke patur edhe mbështetjen e homologëve grek të rajonit të Thesprotis, është që shërbimi të shtrihet në 24 orë gjatë gjithë vitit.